Tiron, sonte kemi dasëm në Big Brother, por duket që përveç dasmës do kemi vetëm 4 dasmorë. A mendoni që do jenë të ftuar dhe ish-banorët? Pra, kemi detaj nga kjo dasëm që po zhvillohet, që do zhvillohet sonte, dhe pyetja e dytë është pse pikërisht kjo dasëm vetëm një javë para finales? Okej, kjo ka qenë dasma më e komentuar. Kjo ka qenë një dasëm që po komentohet 2 muaj me radhë. Unë mendoj që Gjesti nuk është se i bën gjërat pa ndjerë. Gjatë gjithë kohës kur opinionistët kanë luftuar gjithmonë që Gjesti ta puthën Eglin, Gjesti nuk e bëri. Gjesti i bën gjërat kur do na i dhe jo kur duan produksioni dhe opinionistët. Në rastin tjetër, Gjesti e ka kërkuar vetë këtë dasëm. Do të thënë Gjesti në dhomën e rrëfimit i ka thënë vllaut të madh, dua të bëj një dasëm tradicionale me Eglin. Tani sonte do të thyet edhe kutia unazës se nuk ka më mundësi kur të thyet prapë, do të thënë duhet patjetër të thyet ajo kuti, dhe me informacionin që kam unë, në dasëm sonte do të jenë të ftuar njerëz special. Dyshimet janë që do të jenë familjar nga ana e Gjestit edhe nga ana e Eglit, edhe për të parë të birin e tyre se si është gjendja shëndetësore, sepse deri në finale shkon edhe një javë. Do të jenë ish banor të shtëpisë së Big Brotherit, do të jenë personel nga Top Channel-i, të cilët do të jenë pjesë e këtij momenti shumë të bukur, dhe pritet që për herë të parë në shtëpinë e Big Brotherit këtë vit në këtë dasëm do të jetë Arbëri dhe Neda dhe Ledion Liço. Në fakt pritet që të jenë këto. Do të thënë nuk është një dasëm vetëm me 4 banor, është një dasëm shumë e madhe që do të ketë shumë të ftuar, do të ketë shumë surpriza dhe është një dasëm që do të bërthej publikun për ekranin në orën 8:30, sepse jam shumë i bindur që të gjithë e donim këtë dasëm mes Gjestit edhe mes Eglit. Kjo duhet ta shpjegojmë, nuk është një dasëm zyrtare, është një dasëm fiktive për faktin sepse Gjesti me shtetësi është i Kosovës dhe me vendbanim është i Pejës, dhe unë e di kurora zyrtare vetë në vendin ku ti e ke vendbanimin, kështu që Gjesti nuk mund ta bëjë kurorën në Shqipëri, por gjithsesi do të jetë, mendoj unë që është një rrugtim i bukur apo një këmbë mbar mes dashurisë së Gjestit edhe të Eglit, mes sakrificave që ato kanë bërë në Big Brother dhe mes atij besimi që nga ana e Eglit nuk u thye kurrë për t'i besuar Gjestit edhe për t'i qëndruar besnike nga fjalët e Gjestit që më prit, të mbaron kjo lojë, më prit, jam i fokusuar në lojë, dhe kështu që Egli e priti, e mirë kuptoi kur askush nuk e mirë kuptonte, kur të gjithë thonin që Gjesti e përdor Eglin për t'likime, dhe ja që ja arritën në fundit, ato të dy sonte po martohen dhe i uroj me gjithë zemër që kjo të jetë një fillim i bukur i jetës së tyre. Tiron, kush do jetë dyshja e fundit në finale dhe kush do jetë fituesi? Dyshja e fundit në finale në këtë pikë të lojës mendoj që do të jetë Rozana dhe Gjesti, dhe automatikisht fituesi është Gjesti pas një lloj diskutimi. Ka ndodhur me Loredana, ka pasur komunikim me Jozin pasi kanë dalë nga Big Brother? Nga informacionet që kam unë dhe nga të gjitha ato që unë kam arritur të kërkoj, Loredana nuk ka patur një komunikim me Jozin. Loredana i ka dhënë fund marrëdhënies së saj me Jozin që në natën kur ndodhi situata, dhe Loredana edhe në studion e Big Brother VIP Albania tha që është Gjesti fitues. Tani marrëdhënia e Jozit edhe Loredanës, të jemi të sinqert, ishte prishur një javë më parë se të ndodhte kjo gjë. Jozi dhe Loredana kanë patur konflikte, nuk kishin marrëdhënie javën e fundit në shtëpinë e Big Brotherit, dhe ishte vetë Loredana ajo e cila në rrëfimin e saj, në dhomën e rrëfimit që kishte bërë për marrëdhënien me Jozin, kishte thënë nëse Jozi do të jetë ky tipi që mundohet të më ulën, mundohet të më nxjerrën të gjitha të këqijat e mia në pa, unë do të largohem nga ai 1 minutë, nuk e çon më shumë, dhe nuk ma merr mendja më që kanë vazhduar marrëdhënie dhe që do të jenë bashkë, sepse besoj që është edhe ndikimi i prindërve, të cilët tashmë nuk janë pro për të vazhduar Loredana me Jozin pas incidentit që ndodhi. Në media doli që Jozi ishte dënuar 3 vjet në Zvicër dhe e kishte vujtur dënimin. A mendon që duhet të ketë kontrolle më të rrepta nga ana e produksionit lidhur me banorët që fut brenda? Me patjetër që po duke njohur profesionalizmin që ka produksioni Top Channel-it dhe duke ditur se çfarë shtëpi gjigande është, unë jam shumë i bindur që produksioni nuk i merr banorët pa bërë një kontroll të detajuar për to, dhe sidomos për banorët që nuk kanë qenë edhe aq shumë të famshëm, do të thënë Jozi nuk është se ka patur ndonjë famë para se të futet në shtëpinë e Big Brotherit, ka qenë me famë të thjesht, po jo si Rozana, si disa banorë që janë aty. Unë me thënë të drejtën jam pak konfuz në këtë deklaratën apo në këtë historinë që është shfaqur në prive për
Jozin, ndoshta Priveja ka hyrë ka marrë informacione që Jozi ka qenë 3 vite i burgosur në Zvicër për një dhunë që ka bërë ndaj një femrës, po me sa unë di, me thonë të drejtën, Zvicra është një shtet aq i izoluar sa që nuk të jep asnjë lloj informacioni pa të drejtën e personit për të cilin bëhet fjalë. Këtë gjë e di. Tani në qoftë se kanë bërë ndonjë kontroll tjetër apo dikush ka telefonuar në prive dhe ka folur për një marrëdhënie që ka patur me Jozin dhe ka thënë që unë kam qenë e dhunuar nga ana e Jozit, ajo nuk mund të jetë një informacion nga kontrolli që ka bërë prive. Këtu nuk mund të besoj në këtë pjesën sepse nuk dua të jap asnjë lloj amendësimi, asnjë lloj aludimi sepse i njoh që Zvicra i ka ligjet shumë të ashpra në këtë drejtim dhe nuk jep informacione, por në qoftë se televizioni Klan Kosova ka hyrë në informacione të detajuara, atëherë do me thënë Big Brother VIP Albania pas ka bërë lëshime të mëdha, gjë për të cilën ka ndodhur edhe më herët. Kujtoj që dhe vitin e kaluar, nëse nuk jam gabim, ka patur një banor i cili kishte patur një lloj padije për dhunë në bashkëshorten e tij dhe në qoftë se produksioni Big Brotherit nuk i respekton këto karta që i kanë patur banorët më herët, me patjetër që do të arrijnë në këtë gjendje. Por duke u bazuar edhe në rastin e Big Brother Kosovës që u rikthye bashkëshorti Drenusha Latifit, një histori e hapur ku Drenusha fliste gjithmonë ndaj dhunës që kishte ushtruar ai person ndaj saj, mendoj që mediat apo këto reality show janë aq të fokusuara tek klikimet sa që nuk ju intereson shumë bagazhi, sepse ndoshta mendojnë që banorët i kanë në vetë kontrollin e tyre, por ka 2 sezona që banorët u dalin jashtë kontrollit dhe e menaxhojnë vetë situatën. Dhe mendoj që ky Big Brother që ndodhi këtë vit do të jetë një shkollë për Big Brotherat në të ardhmen, si atë të Kosovës, por edhe këtë të Shqipërisë. Tiron kemi 4 finalistë: Laerti, Gjesti, Egli dhe Rozana. A mendoni që publiku ka çuar në finale banorët e duhur dhe që e meritonin? Tani, po të jemi të sinqert, Egli nuk kishte shansa si të shkonte. Unë mendoj që nga ana e produksionit ka qenë që të shkon Gerta në finale, sepse po të futemi të detajojmë me detaje ta shohim situatën ishte kur Rozana shkoi në finale, Gerta e pyetën Ledionin, i tha, po fatim, çfarë do bëhet me fatin tim? Ledioni tha qëndron në Big Brother se vllau i madh të surprizon. Unë mendoj që Egli nuk ka qenë fare në kombinim për të shkuar në finale, por sepse në televotimin që doli kokë më kokë me Laertin, jam 1.000.000% i bindur që Egli ka qenë më shumë e votuar se Laerti, duke i bërë bashkë të 2 kombinimin e fansave të Gjestit dhe të Eglit, dhe e di që ka patur me qindra mijëra vota më shumë se Laerti dhe produksioni e çoi Laertin, dhe kjo ishte një mekanizëm që u përdor nga ana e produksionit Rozanës për të çuar Laertin në finale, ndërsa në agresivitetin që u krijua, sepse është komentuar një javë të tërë për Eglin që nuk shkoi në finale, që ju bë një padrejtësi, që ju bë një mashtrim, në agresivitetin që u krijua dhe sidomos në momentin kur ndodhi dhe situata e Gjestit, domethënë ishte e pa imagjinueshme për produksionin të mos e çonte Egli në finale, sepse do krijonte edhe një urrëtie edhe më të madhe, domethënë do krijonte edhe një luftë edhe më të madhe, do krijoheshin 2 lufta automatikisht jashtë, sepse Egli kishte një ndikim shumë të rëndësishëm tek Gjesti dhe në lojën e Gjestit. Dhe kështu që ishte me patjetër që Egli të shkonte në finale, dhe mendoj që këtu prishën një çik planet mes Gerta Gixharit, por gjithsesi ashtu siç ja tha edhe Ledioni, besoj që Gerta e ka kuptuar që Egli ishte një ndër finalistët më të preferuara dhe mendoj që të paktën në javët e fundit Egli ka qenë më e zëshme, më e shurmshme, më e debatueshme në shtëpinë e Big Brotherit se sa banorët e tjerë. Të paktën Laerti në javën e fundit ka qenë në gjumë dhe Gerta nuk është se ka patur shumë debate, por të paktën nuk mundeshin më produksioni atë natë të luajë në asnjë mënyrë dhe duheshte me patjetër që Egli të shkon në finale, dhe unë e them me zë të lartë që për herë të parë për mendimin tim janë respektuar votat ashtu siç duhet në këtë edicion me dërgimin e Eglit në finale, por edhe në Big Brother VIP Albania 2 ku fitues u zgjodh publiku, që domethënë ky më falni Luizi nga publiku, që domethënë ishte një agresion shumë i madh jashtë nëse nuk do të ishte bërë ajo gjë.